Ka mjaftuar vetëm një oreshje me intensitet për të përmbytur rrugët në qytetin e Durrësit. Niveli i ujit në rrugët kryesore dhe dytësore i kalonte 30 cm, duke krijuar kaos në trafik dhe probleme të shumta tek mësorët. Nga vërshimi i ujit pati dhe mjete që u fikën në mes të rrugës. Situata më problematike ishte në hyrje të Durrësit, tek stacioni i trenit në rrugën Aleksandër Goga, në rrugën Skënderbej dhe Taulantja. Nga të dhënat e shtabit të emergjencave, përmbytje ka pasur në disa lagje të qytetit bregdetar, si në Shkozet, Plazh, Spital, në lagjet 1, 4, 5 dhe 18, por fatmirësisht uji nuk ka hyrë në banesa. Për shkak të oreshjeve të dendura të shiut, u ndalua dhe dalja në det e anijeve të tonazhit të mesëm dhe të rënd të peshkimit.